këtë festë bukur të Kurban Bajramit, ko do të shkojmë edhe me një tjetër të ftuar. Kjo studia jonë një pas një do të ftoj dhe ka shumë të ftuar ditën e sotme. Sot me neve është teologu Nadir Efendi Bajraktari, ai i cili do të flasë për këtë festë të bukur të Kurban Bajramit, por do të shkojmë pak, do të thojmë në atë rrugtimin e tij drejt një teologu. Faleminderit që pranove të jeni sot me neve. Është nësia ime, së pari shfrytëzoj rastin që të gjithëve të uroj festën e madhe të Kurban Bajramit. Është një festë që çdo herë i gëzon besimtarët, posaçërisht me që ishim në 10 ditën e Dhul Qadës dhe Dhul Hijjes, e cila janë ditë të veçuara për adhurim, edhe çdo herë festat tona të ne, të besimtarët islam, pra vinë mbas një feste dhe mbas një pastrimi, mbas një çiltërsie të besimit, më pas kemi çfarë festojmë. Ashtu që Kurban Bajrami e ka veçoritë e veta, padyshim. Në fokus e kemi çdo herë sakrificën, me që e dim që bëhet kurban, edhe ajo ndahet në formë që ti shtojmë marrëdhëniet ndërfarefisnore, që ndahet, domethënë në 3 pjesë, ndajmë me të afërm me ton. Përveç kësaj të ne e dim të gjithë që Bajrami ka edhe veçori tjetër që ka ëmbëlsirat apo bunbunat apo sheqeret e ndryshme që ndahen me rastin e Bajramit. Gëzohen fëmijët, gëzohen të rriturit dhe gjithë, sepse shtohen vizitat mes njëri tjetrit, edhe padyshim që Bajrami e ka këtë atmosferë shumë të gëzuar. Edhe pse nuk nga zëri jote, nga folura jote, nuk na tregon shumë që jeni nga Tuzi, por ju sot morët rrugën nga Tuzi për që qenë së bashku në emisionin e Bajramit. Ne ju falenderojmë shumë që morët këtë sakrificë, por na tregoni pak për traditat e Tuzi gjatë kësaj feste. Të flasim për disa ndryshime, ndoshta të trojeve që bëjnë dallimin pak nga festat e Bajramit në vendet e ndryshme, që dallimin konkret ta bëjnë nga ajo Tiranës, se ndërkohë që isha në Tiranë studime dhe kështu, kishte shumë atmosferë ndryshe sa këtu. Ajo që mund ta lavdrojmë Tiranën është pjesa e faljes Bajramit, vërtet është madhështore, por më pas sikur shuhet pak ai gëzimi dhe lumturia e vazhdueshme, e cila është prezente tek ne në Tuzë, Dinosh, Milesh, Ragonatha dhe vendet aty afër, ajo që e veçon, pra thash, mbas faljes Bajramit të ne çdo herë shkohet shtëpi për shtëpi për të bërë Bajram. Duke nisur që nga xhamati pranishmit që falin Bajramin, shkojnë në për viset më të afërta në për shtëpitë e vendit. Përgjithsisht ajo që e veçon tjetër, një veçori tjetër e Bajramit është që shërbehet petulla me mjaltë, në fillim që të ëmbëlsohemi që në mëngjes, ajo pjesë e veçon, posaçërisht xhamatin e Dinoshës, nga i aspekt banorët e Dinoshës e veçojnë me këtë, kurse në trojet e malësisë Tuzit e përgjithshme, pra bën vizitat e shumta, edhe nuk bën vetëm vizitat e afërmve, tash të quajmë, po të gjithë vendin, të gjithë zona, tash quajmë ashtu mahallja apo vendi ku janë, të gjithë shkojnë rini pas rinijet, duke fëmijët e kanë grupin e vet, të cilët shkojnë për të mbledhur bonbona apo për të mbledhur sheqere të ndryshme. Kjo është e fëmijëve të cilët shkojnë përgjithsisht nga 10-20 veta, të cilët shkojnë grupe. Më pas është grupi i dytë që janë pak më të rinj, më të rritur, edhe më pas grupi tjetër që është i të moshuarve, por që të gjithë pra shkojnë bashkarisht, nga 10 veta, te ne them realisht unë kam ndjesi atë që u rrita me atë ndjesi që shkojnë edhe nga 20 veta. Gjithë si shoqëri, si grupi shoqërisë, edhe akoma e vazhdojmë që ditën e parë të Bajramit akoma drejt sa po falet Bajrami, nisim dhe shkojmë në të shtëpit ku jemi ne. Domethënë në të gjithë shtëpit pa marrë parasysh a e ke të afërm, a është daja, është halla, kjo i kemi veçanëri. Domethënë për daja halla e ndajmë ditën e dytë, ditën e tretë, edhe në vazhdim e ndajnë familjarët. Por shoqëria e ka të vetën që shkojnë si grup për ta gëzuar Bajramin, edhe të gjithë e kanë këtë përgatitjen se do vinë për Bajram edhe vinë. Edhe ma besoj që në mungesë që ndonjëherë mungojnë ajo atmosfera apo numri i madh. Njerëzit më njëherë pyesin pse kaq pak, pse keni ardhur me këtë numër kaq të pak për të bërë Bajram. Pak a shumë të ngjashëm, kjo traditë e ngjashme pak me Ulqinin, megjithëse ne nuk i kemi këto grupimet, ndoshta si të rastis. Fillojmë aty edhe ku e bëra edhe në paralajmërimin hyrës, shkojmë pak tek fillimet. Ju fillimisht përfundoni shkollën fillore, por zgjidhni shkollën e mesme medresen. Po, jam kënë edhe gjenerata e parë medreses të ne. Medreses pra bëhet fjala për medresen e Tuzit, apo të Podgorisës që ata është të quaj Mehmet Fati.
kam qenë gjenerata e parë aty, edhe gjatë viteve që isha aty, padyshim që u shtua pak dëshira edhe për të vazhduar në lëndët fetare, sepse njeriu çdo herë është kurioz që di shumë më shumë. Edhe ndër vitet aty kalom shumë vite të bukura, atmosferë shumë e mirë, shumë mikpritëse nga vendasit, po nga profesorët që ishim shumë inkurajues nga aspekti i vazhdimit për në besim, formën se si na sqaruan lëndët fetare, po edhe lëndët e përgjithshme, sepse e dini që në medrese nuk përveç lëndëve fetare bëhen edhe lëndë shkencore. I mësuam nga aty, pastaj nisa një udhëtim tjetër për në Tiranë. Mbasi mbarova medresen me hët fati, nisa në udhëtimin me shkencave islame për të vazhduar në Tiranë për teologjinë pra. Në Tiranë vazhduam për teologji, ajo që duhet të shkputëm pak është që me përfundimin e medreses isha në dy drejtime të drejtë. Isha për të vazhduar studimet në Shtetet Arabe, konkretisht aplikuam për në Medinë, për të pranuar andej edhe për të vazhduar në Shtetet Arabe studimet e mia, edhe aplikuam, por atje çdo herë pritej një vit. Ndërkohë që pritej një vit, unë thashë mos e kaloj këtë kohën bosh, por ta plotësoj me diçka. Edhe ishin atë profesorët të cilët na inkurajuan dhe thanë mund të vazhdosh, është hapur një universitet i ri në Tiranë, pse mos të vazhdoni andej? Edhe unë mora hapin që të vazhdoj në Tiranë. Edhe pasi mbarova të më thanë bachelor, pothuajse në përfundim të bachelorit erdhi përgjigja e pozitive, që jemi pranuar edhe në Medinë, por ma beso që isha mësuar dhe ambientuar në ambientin e Tiranës, edhe nga aspekti i gjuhës, më duk sikur është më e rehatshme, më e mirë, pak ndoshta edhe lehtësia bën vetën, se njeriu kërkon pak edhe më të lehtën, por ma beso që s'jam penduar asnjëherë për faktin se sqarimi dhe shpjegimi i fesë në gjuhën amtare, posaçërisht domethënë në gjuhën zyrtare kur flasim, është më e mirë në gjuhën shqipe. Se mungesa, po, edhe të kuptojnë gjitha trojet, kuptojnë gjitha vendet, edhe kjo pjesë ndikon te personi që ta sqaroj më mirë, ta sqaroj më bukur, edhe e din nevojën e banorëve tanë. S'mund ta di njën nga Arabia apo njën nga Turqia, s'mund ta di nevojat edhe përshtatjen e fetvave, ashtu që gjykime fetare, njëjtë sikur dikush që ka mbaruar në vet atë vend, qoftë pra në Ballkan, qoftë në Tiranë, në Bosnjë apo në Kosovë dhe në vende të ndryshme ku ka fakultete islame, kjo e bën veçorinë pra për të vazhduar më tej. Unë si thash, vazhdova në bachelor edhe mbarova bachelor. Pasi mbarova vitet e bachelorit, ishte një periudhë kur në Tiranë u vendosën në pikpyetje universitetet private. Edhe donte asë kohë pra kryeministri Rama që është akoma, donte që vendoste që vetëm në funksion të ishin vetëm këto që janë shtetëroret. Edhe në atë periudhë unë isha pak ja pozicionuar pak edhe për lëndë shkencore, po shoqërore, më shumë sociale, tek sociologjia dhe filozofia, edhe unë në atë kohë mora një hap tjetër për ta marrë vendimin për studiuar në filozofi në Tiranë. Vazhdoni master për filozofi? Po, master për filozofi. Masterin e nisëm fakt për filozofi, por ndërkohë erdhi aprovimi që edhe gjitha universitetet tjera, ajo që kisha vazhduar aty dhe ku po mora, ishin funksionale. Edhe nga shumë profesor kisha dhe sugjerime dhe këshilla të ndryshme që më mirë përfundoi që të jetë i kompletuar, të jesh një teolog, një pris fetar i kompletuar, e më pas vazhdon si të duash. Por unë ndërkohë që ndjekja paralel edhe teologjinë edhe këtë, por deri në një mas të caktuar dhe më pas nuk mund ndjekshim përbashkëta, sepse do mungoje në orët e njerëz nga ajo. Edhe me përfundim mbarova përsëri për teologjinë, mbarova pra master në shkencat moderne apo bashkëkohore islame. Po, kush ka qenë mbështetja jote më e madhe, krojët i djatë le të themi gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre vështirësive që ke hasur gjatë rrugtimit tënd? Padyshim që pikësparja është ndihma e Zotit, më pas është familja, që të jep çdo herë përkrajen që mundesh, mund të vazhdosh, na ke ne përkrah, na ke ne pranë çdo herë. Duhet të veçoj gjithashtu edhe profesorin i cili bashkë me një ambasador që ishte aso kohë në Malin e Zi për Turqinë, ka qenë pra Belul Kanaçi, bashkë me një turk, të cilët në ndihmuan në udhëtimin dhe në dhanë kuraje, po mundesh. Thanë, mund të vazhdosh, ne do ta lehtësojmë pak atë rrugë, me çrast pra duhet t'i falenderoj edhe ata. Ke pasur edhe sfida kuptohet gjatë gjithë këtij rrugtimi kaq të gjatë. Cila është ajo që mund ta veçoni? Që mund ta veçoni dhe që ke ngecur në atë pjesë, ke menduar për disa çaste ndoshta se s'mund të realizosh atë çka ti kërkon nga vetja?
Atëherë mund ta veçoj ndoshta faktin që isha pothuajse si vetmuar si student nga Tuzi. Aso kohë posaçërisht për Tiranë ka pas ndërtime të ndryshme, ndoshta por të pakt ishin studentët nga Malësia apo nga Tuzi që vazhdonin në Tiranë. Shumica pra vazhdonin në Shkodër, aty që kemi si në kufje shumë afër, vazhdonin në Shkodër, të pakt ishin ata të cilët vazhdonin në Tiranë, edhe unë isha me ata të rrallët që vazhdova për të studiuar në Tiranë. Kishte vështirësitë e veta, padyshim. Në fillim pak është edhe ajo thyrja, pak edhe dialekti, se e dim që Shqipja si gjuhë është shumë e pasur dhe ka shumë dialekte. Ka pas pak pjesa aty edhe të e folura për t'i kuptuar ne normal që i kuptojmë të gjithë, por për të folur derisa pak të mësohesh me atë dialektin apo ta shquajmë më mirë, domethënë me fjalorin apo me fjalorin e librit, ta shquajmë me gjuhën e librit, e cila padyshim që të ndihmon me pas edhe në studime dhe në vazhdim, edhe siç e përmenda edhe në fillim nuk jam fare pishman, përkundrazi jam krenar që kam vazhduar ndaj edhe që kam marrë shumë eksperienca të ndryshme nga ai vend. Sa jeni të kënaqur në gjithë këtë rrugtim tënd nga medreseja, edhe pse përmende që te je shumë i kënaqur, por me zgjedhjen e këtij drejtimi? Me zgjedhjen e këtij drejtimi harrova të përmend një fakt shumë të shkurt ku isha pak me ndyshje, themi, se a do vazhdoj këtej apo do vazhdoj andej, me që jam e apasionuar dhe pak dhe pas artit dhe shkencave të artit përgjithshme që janë. Kam qenë mes artit, vazhdoj tek artet, te pjesa e arteve, degët ndryshme, por më pas vendosa për teologjinë, sepse të dy janë ndërlidhen. Kam qenë çdo herë apasionuar pas publikut, pas njerëzve, njëri sociali, i cili kam qejf që të merren me gjitha grupet e njerëzve. Të gjitha ndërlidhen me shkencat shoqërore. Me shkencat shoqërore ndërlidhen, por teologjia ishte ajo që fokusohej më shumë. Sepse teologjia e fokuson më shumë, njeriu do thotë që nga lindja dhe deri në përfundimin e jetës. Zhvillimet e tij hapasoti gjatë gjithë jetës. Është ndërlidhur njeriu me fenë sepse feja është një sistem jetese. Çdo herë do ndërlidhesh me fenë. Çfarë do moshë që të kesh, ke nevojë për besim. Mos është kjo edhe një ndër shkaqet, kjo që sapo përmendet, që ju hapni edhe një account në Instagram ku përçoni mesazhe islamike dhe jeni pak në botën e artit edhe në atë pjesë. Po, ajo ndikoi aty sepse doja çdo herë të ndërlidhsha këto dy gjërat. Edhe padyshim në kohën sot kur jetojmë, kohën bashkëkohore, pra, kemi nevojë për gjëra të tilla, sepse nuk mësohet apo nuk bëhet predikim apo dawa që quhet ndryshe vetëm përmes xhamive apo përmes ambienteve ku janë vetëm fetare. Sot në bashkëkohorën, domethënë ke akaunte të ndryshme nga ku mund të marrësh shumë shikues edhe mund të përçosh mesazhin e caktuar. Unë mendoj se që të bëhesh një influencer dhe të kemë ndikim tek njerëzit përmes fesë, por nuk e bëra në emrin tim personal për faktin se e mendova që pak edhe ato paragjykime që bëhen mes shoqërisë, kush është ky, si është ky, përse po bën ky në emrin tonë që të flas. Po mendoni që do ta bëni një ditë edhe me fytyrën dhe zërin tënd? Padyshim, edhe pse kam nis në fakt në Instagram akoma s'jam bërë si figurë publike, ta themi, dhe s'kam nis ato hapat drejt për drejt, sa ajo është deri te që të vendos unë, është domethënë parim dhe vendimi im që do marr, por në Facebook vetëm se kam nis nga pak që të përçoj mesazhet islame, haptazi, por te pjesa e faqes ishte që përzollet që të jetë një emër i përgjithshëm që do hap faqen, një herë hapa domethënë me emër thjesht vetëm muslims, me pas një kuptimin që vetëm për muslimanët, e përgjithshme që do përçoj mesazhe jo vetëm fetare, mund ta përmend këtu, por edhe sociale në kuptimin edukative. Se unë tek faqja ime nuk është se shpërndaj absolutisht themi vetëm çështjet fetare, apo vetëm video fetare, apo vetëm foto fetare. Shpeshherë ndërthur edhe kulturore, në aty që të jetë shprehje të bukura, thënie të bukura, jo vetëm nga Kurani që të jetë jo vetëm ajete apo jo vetëm hadithe, po të jetë edhe thënie të bukura nga njerëzit e ndryshme në atë frymën e Islamit, në ato rregullat e bukura. Ajo sepse pashë të nevojshme që sot njerëzit kanë nevojë, posaçërisht të rinjt kanë nevojë që të përçohen përmes një rrymë të caktuar mesazhet islame, sepse sot nga shumë vende shohim që ndjekin çdo ditë më shumë rrjetet sociale edhe marrin edhe përgjigjet edhe mesazhet nga aty. Edhe unë përzgjolla që të jem një faqe e cila do zgjidh një rrugë mesatare, domethënë të mos jem as tash të quajmë tepër lehtë as agresiv, domethënë ndonjëherë edhe akoma ditë sot bëj ndonjë përzgjedhje apo ndonjë gjykim e jap për ndjekësit e mi, jap një gjykim
për disa çështje të caktuara. Nëse është në pyetje çështjet e ndryshme që janë ndonjëherë sikur të dyshimta, a është kjo brenda halalit apo brenda haramit, unë përzgjedh që përmes faqes të jap atë mesazhin tim, të përçoj që kjo është rruga më e mirë që duhet ndjekin besimtarët sot, sepse edhe Islami nuk është në çdo kohë i njëjtë. Domethënë, atëherë kur ka qenë më përpara ka pas tjetër gjykime, kurse sot ka pak tjetër gjykime në kuptim që duhet i përshtatemi. Po. Sepse Kurani erdhi aktual për çdo kohërat. Sa e shefti ndryshimin ndër vite, sepse ceke që atëherë ka qenë një kohë pak më ndryshe, ndërsa tash veç se ka ndryshuar në disa faza. Ku e shet atë ndryshim, apo sa kemi dalur jashtë kufive, jashtë kornizave, le të themi? Si shihet Islami sot në një pyetje shumë e qelluar, në fakt, që do mundohem të javi një përgjigje, edhe pse përgjigjja duhet të ishte më e gjerë, por kur të bëjmë një dallim mes jetesës së atëhershme, s'po them drejt të jetesës vet kur jetoi profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, por edhe tabiinëve dhe tabiinëve. Atëherë domethënë kohën sot që po jetojmë ne, edhe të rinjt me çfarë po merren, si po merren, edhe gjykimet islame që bazohen mbas të kësaj, e shohim se ndryshimi është shumë i madh, sepse shumë gjëra që nuk ishin atëherë janë sot. Duke nisë domethënë nga mjetet e ndryshme, pa e ardhur akoma tek funksionimi për më shumë gjërave, sepse po të flisje ti dikujt më përpara që do komunikosh ti me ndonjë dietar, apo do kesh mundësinë që ta pyesësh dike përmes telefonit, aq më pak do që ta shikosh drejt për drejt, kjo ishte diçka e pa imagjinueshme për ta. Pa besueshme. Po, diçka që s'do ndodhte kur. S'do ndodh kur, kurse sot ndodhin gjërat e tilla. Atëherë, për çfarë çdo herë janë krijuar më pas janë krijuar mëdhëbet. Themi pak të bëjmë ndryshim se në kohën e profetit alayhis salatu wassalam nuk ishte mëdhëbe. Më pas u krijuan si nevojë njerëzve për t'i përzgjedhur, për t'i klasifikuar pak çështjet fetare se si do të jenë. Kolegu që foli para meje përmendi domethënë që ne jemi tek mëdhëbi Hanefi, apo përzgjedhja e shkollës Hanefie, e cila është përzgjedhur dhe është pothuajse shumica dërmuese e Ballkanit, themi 70 deri në 80% janë Hanefi, ku jetojmë ne. Edhe ne mundohemi që të praktikojmë një shkollë juridike fetare, të cilën e ka përzgjedhur Ebu Hanifa. Më pas edhe dietarët më pas e kanë përzgjedhur. Domethënë këto përzgjedhjet që marrim, që ishin atëherë nuk ishin tani, apo që janë tani nuk kanë qenë atëherë. Nuk kanë qenë atëherë. Këto tani përzgjedhjet që vinë deri te kjo, por edhe në kohën e Ebu Hanifës nuk ishin këto mjet që janë sot, po flasim. E tani kur jemi edhe sot kemi nevojë çdo herë pra për dietar të ndryshëm për të dhënë ndonjë gjykim të caktuar. Edhe ulemat apo dietarët botëror përmbledhen te një pikë edhe japin gjykime të caktuara që janë fetva bashkëkohore. Për shembull, kemi nga libra të ndryshëm ndërto Yusuf Kardavi që ka fetva bashkëkohore. Domethënë është fjala për kohën tani, se nuk mund të merret e njëjta fetva edhe pse duhet të theksuar që brumi është i njëjtë, ne nuk ndryshojmë fena, bazat janë të njëjta. Domethënë çdo herë besimtari apo dietari sa do i malltet që të jetë, sa do i ditur që të jetë, bazën kryesore ka te Kurani dhe te hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Përmes një fjale të Kuranit ndërlidhet pastaj. Po, atëherë nisë ndërlidhje domethënë për të përshtatur me kohën sot. Sepse më pas kur nisim sot, siç e nisëm nga ndarja me mëdhëbeve, më pas sot tek ndikimet e ndryshme të mediave që po bëjnë sot, edhe që po shtohen çdo herë më shumë, sot njerëzit që mund të bëjmë një dallim kyç, ta ashtu quajmë, atëherë shumë më shumë lexojnë se sa sot. Atëherë lexoj libër, sot lexojnë në telefon. Ti jemi realist, domethënë që e di që libri ka ndikimin e vet, shumë është më funksional libri nga aspekti i ndritjes së mendjes së njeriu, por përsëri sot më shumë po funksionon përmes telefonave. Edhe telefonat apo aplikacionet e ndryshme që merren qoftë për përcaktimin e kohës së namazit apo qoftë për përcaktimin e datave të rëndësishme në Islam, qoftë për Ramazan, qoftë për rastin e kur do jetë koha e Bajramit, festës Bajramit, kur do falet Bajrami, që gjitha këto informacione jepen sot më së shumti përmes telefonit. Modernizimi. Ose përmes TV-s dhe gjërat e ndryshme. Apo emisioni që po përmbajmë ne sot ishte i paimagjinueshëm para, ku them unë, para shumë viteve. Ishte e paimagjinueshme. Aq më pak fokusi që duhet të jap sot do ishte pak edhe te pjesa e inteligjencës artificiale. Për shembull që bën një dallim të madh nga atëherë. Edhe duhet ta ndërthur pak me fen, nga aspekti që besimtarët duhet të kenë pak kujdes në kuptimin që sot është bërë shumë gjë virale.
edhe gjithçka shohim nëpër telefona, gjithçka shohim nëpër rrjetet e ndryshme të cilat postojnë. Edhe ka shumë njerëz edhe ka shumë faqe të ndryshme të cilat postojnë në emrin e fesë. Deshte do të dalin do dalin përpara edhe do shikosh se a është e vërtetë kjo apo s'është e vërtetë ajo. Kuptimin që çfarë duhet përzjell njeriu e posaçërisht kohën që thash pra, inteligjenca artificiale ka bërë që njeriu më të vërtet shumë gjëra i duken vërtet mahnitse. Edhe thua që është e vërtet 1/1. Aq është afërsuar gjërat dhe janë konkretizuar që sa është saktë me fenë islame. Po, pra, sa është saktë. Tani, kjo, te saktësia do të ndëlidhem tek një nga ajetet e surës Huxhurat. Tek sura Huxhurat u drejtohet është një sure edukative për besimtarët që i mëson edukatën, duke nisë që nga fillimi që i thot binduni Zotit, binduni profetit, keni kujdes tek forma se si i drejtoheni pejgamberit alayhis salatu wassalam. Keni kujdes pra te forma se si e thritni atë. Kjo ndikon më pas që dietarët kanë thënë edhe vetë fan kuptimin që të kem edukat tek pyetësit edhe atij që përgjigjet. Sot në formën e pyetjes që i bën shumë dietarëve, shumë hoxhallarëve, domethënë, të bësh pak etike. Edhe forma e pyetjes sado që jemi modernizuar, përsëri është e edukatës që të zgjedhim formën e formimit fjalës, edhe jo të bëjmë pyetje të për show. Me një fjalë. Për show. Mos bëjmë fix, ajo është. Mos bëjmë pyetje vetëm për show që duket sikur hajt le të merr klikime. Nuk është qëllimi vetëm të marrë klikime. Sot merren klikime në forma të ndryshme, por edhe ai që përgjigjet duhet bëj kujdes pak tek forma e fjalorit. Edhe pse jemi në kohën bashkore, edhe pse ai që ndoshta e përdor fjalorin për të pasuruar më mirë, por përsëri ka disa gjëra të cilat i kanë hije një dietarit apo një imamit, ka disa fjalë që i kanë hije, edhe ka fjalë që nuk i kanë hije. Nuk po flas këtu drejt për drejt, është haram apo s'është haram. Është halal përdorimi i filan fjalës apo jo? Është thjesht jo seriozitet me një fjalë. Po, seriozitet edhe e humb pak atë besimi dhe ku humbet edukata humbën shumë gjëra. Më pas, po humbi edukata, domethënë ikin edhe turpi. Me turpin humben shumë gjëra pastaj. Po humbe turpin, më pas ndryshojnë shumë gjëra. Domethënë, të gjithë këtë mohabetin e bëjmë rreth asaj krahasimit të jetës atëhershme me sot. Domethënë po ta bëjmë. Tek sura Huxhurat që e përmenda në fillim, thuhet pra, nëse u vjen dikush me ndonjë lajm, vërtetojeni atë. Çfarë thot Zoti pra? Nëse u vjen dikush me ndonjë lajm caktuar, tani në atë kohë është përdorur nëse vjen dikush me ndonjë lajm. Sot nëse shef ti drejt për drejt ndonjë lajm caktuar, vërtetoja, është i vërtetë apo s'është i vërtetë. Mos e paragjyko drejt që ti ta shpërndash dhe të bësh buj, thuash se çfarë ka ndodhur, qoftë me që jemi në kohën aktuale kur bëhet edhe riti i haxhit, edhe shpeshherë shikojmë video se tani është bërë shumë virale, domethënë nëse nuk shkojmë ne drejt për drejt në haxh, shumë gjëra ndoshta i dim edhe më përpara se ata që vetë janë pranishëm aty. Na ka ndodhur shpeshherë domethënë që kem pas shoqëri apo kolegë të cilët ishin në periudhën e haxhit, ne u tregojmë atyre çfarë aksidenti ka pas, ndoshta ndonjë aksident i vogël që ka qenë atëherë, më parë mësojmë ne përmes telefonave dhe shikojmë në telefon se sa ai që është vetë prezant atje. Sepse haxhilerët edhe besimtarët që janë në përkushtimin e haxhit përkushtohen më shumë të lutjet e adhurimit. E që në fakt unë ajo që nuk më pëlqen shumë është fakti që disa haxhi apo qoftë edhe imam qoftë kështu e përdorin shpesh apo shumë pjesën e telefonave në gjatë rritit të haxhit. Nuk më duket e këshillueshme. Posaçërisht te pjesa e adhurimit është e mira që ta bëjmë adhurimin edhe të përkushtohemi më shumë tek besimtarët që janë aty prezent, që të mundohen që atyre të përçojmë mesazhe më shumë se sa ne që jemi këtej, sepse jemi në përkushtimin, në përkushtimin ato ditë të caktuara, të cilat janë të caktuara vetëm për haxh. Më pas nuk mund të përçosh me mesazhe. Kurse mesazhet që mund të përçohen nga haxhi, le t'i lejnë pas kryerjes së riteve, ndërkohë që je në Medinë, apo më pas kur ke kohë të lirë për të treguar se si është gjendja, si po kaloj me tafrin, me krejt, edhe ajo të ndikoj tek ajo. Por ajo që duhet shtoj lidhur me rrjetet sociale është që rrjetet sociale sot mund të përdoren për mirë, po edhe për keq. Në kuptimin që është përndar shumë, feja sot nuk është e lehtë për t'u komanduar, për t'u praktikuar, tash të quajmë, për faktin se sot të del gjithçka nëpër Instagram, nëpër Facebook, edhe të del çdo gjë. Por ajo që duhet përzjedh besimtari, spakut edhe pse dalin shumë video të ndryshme, edhe pse ka shumë më pak ato fetare, edhe diçka tjetër që duhet ta dim, është edhe të përzjedhja, vetë personi përzjedh se çfarë duhet t'i dalë.
sot, sepse video që shikon më shumë ti nga ato do t'i nxjerr Instagram apo do t'i nxjerr Facebook ty. Kryesore do të mbaj ato. Çfarë do ndjek ti? Edhe është e mirë që besimtari spaku të ndjek personalisht ndonjë faqe të caktuar islame që e shef që është serioze, që të ketë një rati, një pushim. Ta ashtu quajmë domethënë ndërkohë që ka shumë angazhime, shumë gjëra tjera, ndërkohë që bota nga çdo anë po përhap lajme të ndryshme, po përhap mashtrime, ti ashtu quajmë sepse inteligjenca artificiale ndër tjera që thonë ka shumë mashtrime këto dhe s'mund ta bësh dallimin se cila është e mirë, cila është e keqe. A është kjo reale apo s'është reale? Shpeshherë kanë ardhur nga të ndryshëm, qoftë vëllezëri, qoftë xhamatlit të ndryshëm që më pyesin, "Hoshtot, a është e vërtetë kjo?" Ama mua përsëri më vjen mirë kur të pyet dikush a është e vërtetë. Edhe jo ta marr drejtësi të mirëqen, edhe me çdo gjë është kjo apo ashtu. Tjetër pak te mosha, pak e bën që ata konsumatorët e rrjeteve sociale, pak që në mosha ta vërtet është problem që besojnë gjithçka. Sepse ata nuk mund ta kuptojnë që gjithë kemi në shtëpi një moshë nuk mund ta kuptojnë që është nuk mund ta kuptojnë që kjo është e bërë. Se ai nuk mund ta imagjinojë që po se si folëm më përpara ishte ajo koha që nuk kanë besuar se çfarë mund të vi sot, çfarë mund të ndodh. Dhe ato nuk e besojnë që ndoshta nuk është e vërtetë. Po, ajo është problematike në fakt, sepse ai e beson që diçka, çdo gjë e merr si të mirëqen. Edhe mendon që gjithçka kjo është reale, kjo është reale. E që në fakt sot ka më shumë se çdo herë gjëra surreale. Shumica janë surreale, domethënë. Duke nisur nga foto, duke nisur nga videot edhe gjërat e ndryshme, të gjitha janë surreale. Po saçërisht do të vëj fokusin edhe te pjesa e ligjëratave apo e pyetjeve dhe përgjigjjeve, sot është bërë aq ka zhvilluar, domethënë, rrjetet sociale kanë zhvilluar shumë, inteligjenca artificiale ka bërë që personi, edhe pse nuk flet, ndërkohë që ai ka ndonjë foto apo ndonjë video tjetër, sot ta tregon ty që mund të jepet ndonjë fetva apo ndonjë gjykim i caktuar, sikur po e flet ai me gojen e tij, sikur po flet drejt për drejt, po na drejtohet zëri i tij. Në fakt nuk është reale. E te kjo duhet bëjmë kujdes pra që cilat po i përzjedhim ne. Edhe mundohemi që të fokusohemi pra tek faqet islame të cilat përçojnë një mesazh të caktuar, qoftë ajet, qoftë hadith, qoftë shprehje, edhe tek faqet të cilat janë të besueshme. Të mos marrim çdo herë gjykimin nga njerëzit të cilët nuk e di. Mund ka rastisht shpeshherë të cilët njerëzit më shumë u besojnë atyre të cilët janë nëpër rrjetet sociale, është del ndonjë hoxh të cilën nuk e njeh fare, as kush është, as nga vjen, as për ardhen e tij nuk e din fare, edhe nga to ta dish ti se ai po jep gjykim më të mirë se sa ky që e ke pranë vetes. Për shembull, në Ulqin ju keni shumë hoxhallar apo dietar të ndryshëm të cilët mund t'i pyesësh. Ai tjetri ja na shkalon të gjithë dietarët dhe thotë, "Shif çka po thot ky hoxha këto." Që ndoshta thotë të kundërtën në gjithë asaj çka është. Filani dhe kundërshton. Edhe tani disa më përparësi japin atyre të cilët janë në rrjetet sociale sesa ata të cilët i kanë në realitet. Domethënë po jep përparësi surreales ndaj reales. Edhe kjo ndikon për keq tek pjesa e fesë. Domethënë fen mund ta shikojmë sot përmes rrjeteve sociale, mund ta shikojmë në forma të ndryshme, por duhet edhe të përzgjedhim. Ajo që urdhërohet pra përmes Kuranit është përzgjedhja dhe vërtetimi i asaj që është e vërtetë apo nuk është e vërtetë. Ku po bazohet filani që po thotë këtë vërtetim apo jo. Nëse ai e kundërshton ndonjë imam, ndonjë dietar të caktuar, nëse kundërshton, ku i ka bazat? Ai ka bazat përmes Kuranit apo jo? Nëse po vën vetëm me muhabetin e tij, po thotë kam dëgjuar filan dietarin. Por fjala e filan dietari përsëri nuk ka vlerë nëse ajo nuk është e bazuar në Kur'an dhe në Sunet. Shkojmë pak tek personalia ku gjendeni sot. Meqense koha dhe nuk na premton shumë, ta shkojmë pak di më tepër se kush është Hoxha Nadir Bajraktari. Ku gjendeni sot? Cila është detyra jote sot? Për momentin jam imam në Dinosh, ka 4-5 vite që ushtroj detyrën e imamit, pas mbarimit të studimeve, pata kërkesa të ndryshme, ndërto përzgjedha që të jem imam në Dinosh. Gjithashtu kam aplikuar edhe tek medreseja që të jem edhe pjesë e stafit medreses, se padyshim çdo teolog që mbaron posaçërisht të bashkuar, që mbarojnë teologjinë, kanë qejf që të kyçen edhe ndërlidhen. Jeni edhe në medrese? Akoma. Këtë vit na kanë premtuar ta shohim se si do jetë pjesa, sepse kam shumë me dëshirë që të aktivizohem edhe me nxënësit e tjerë, por për momentin siç e thash jam Dinosh, jam shumë i kënaqur. Xhamati ka pas rritje shumë të madhe, them drejt jo vetëm për të lavdëruar veten, por ata e dinë më shumë. Gjithçka ndikojnë, siç thash, edhe rrjetet sociale, por ndikojnë edhe
aktivitetet e ndryshme që bën, edhe nga vetë hoxha, po edhe xhamati. Domethënë përkushtimi që bën me xhamatin, me njerëzit, me rinin, edhe ajo ndikon që ata do afrohen drejt xhamisë, do afrohen kuptimin, nuk them vetëm drejt xhamisë, drejt besimit, se disa ka shumë njerëz të cilët nuk janë drejt për drejt në xhami, por besimi i tyre dita ditës rritet, edhe interesimi i tyre për të përfaqësuar Islamin, edhe për të ndëlidhur me ata të cilët flasin mbi fen, çdo ditë më shumë poshtohet. Po të shikosh pak religionet e ndryshme, çdo herë ajo që është më shumë të nështim është feja islame, që poshtohet, domethënë dita ditë interesimi për të është shumë më i madh se çka qenë ndikuar. Për këto ka pozitivitet, thash, edhe rrjetet sociale, prandaj i përmendë që ose do i përdorsh për mirë ose për keq. Ne të falenderojmë shumë që zhvilluam së bashku dhe pranuat të vinin nga Tuzi në Ulqen, zhvilluam një bisedë larmishme duke folur për Bajramin, kaluam tek jeta personale juaja, shkollimi juaj edhe deri me sot ku padyshim ishte një pjesë e bukur e kësaj bisede ishte edhe pjesa juaj ku treguat për rrjetet sociale dhe këtë pjesë që bëm në fund. Ne ju falenderojmë shumë për këtë bisedë edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që edhe një herë të uroj urime Kurban Bajramit të gjithë shqiptarëve dhe besimtarët që e festojnë këtë festë. Faleminderit, edhe ne ju urojmë festën atje përtej ekranit. Faleminderit që qëndroni sot me neve për gjatë kësaj dite që kemi të ftuar dhe temat të ndryshme. Vazhdoni të jeni të stacionuar me ekranin tonë.